Partia Demokratike ka paralajmëruar se do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për ta kundërshtuar vendimin e zyrës së rregullatorit për energji për shtrejtimin e rrymës. ZRE-ja ka njoftuar ditë më parë se ka propozuar që çmimi i rrymës të shtrenjtohet për 15% duke nisur nga 1 prilli. E kjo rritje e çmimit sipas deputetit të PDK-s Ferhat Shala do të ndikojë që të dëmtohen rënd qytetarët dhe bizneset. Ne nuk do të lejojmë që familjet dhe bizneset kosovare të jenë viktime radhës të eksperimenteve të gabuara ekonomike. Prandaj, Partia Demokratike do të përdorë gjitha mjetet institucionale dhe ligjore për të kundërshtuar këtë vendim të padrejtë, përfshirë kontestimin e instanca gjyqësore e deri në nivel kushtetues. Ai e kritikoi edhe vendimin e ZRE-s për kalimin e bizneseve me më shumë se 50 punëtor apo me qarkullim mbi 10 milion euro në tregun e hapur të energjisë, e për të cilin tha se do të prodhoj pasoja zinxhirore në ekonomi. Vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë për të detyruar bizneset paraqiten në kec për tregun e hapur do të krijojë pasiguri dhe vështirësi të mëdha për ta. Për më tepër, mungesa e konkurrencës reale në tregun e energjisë do të thotë vetëm një gjë: çmime më të larta dhe kushte më të pafavorshme për konsumatorët e përgjithshëm në nivel vendi. Lidhur me këtë, Shala akuzoi qeverinë se po e monopolizon tregun e energjisë me qëllim të favorizimit të disa kompanive në sektor. Ai theksoi po ashtu se vendimi nuk e përmban asnjë garanci se e synon mirëqenien e qytetarëve dhe si i tillë mund të konsiderohet i rrezikshëm. Në ZRE i patën thënë kohës se rritja e importit të rrymës përtej parashikimeve në fundvitin e shkuar do të ketë ndikim në rritjen e tarifave.